Gjenki. Ma në fund. Ma në fund. Se të kom premtu edhe më falë që të kom lo me pritë. Po në fund e ma në fjallën ti. Kjo është një rast që prap kona është ta merë kjo punë, po fjalla shkon në vendin e duhur. Po se unë i moj fjallët në kohë me shku zhagë. 25 pyetje, mirë se vjen. A je gati? Po. Mas pari? Ja, së të ngusi shumë. Edhe pse njerëz mendojnë që të maj pak me hatër, po është e pa vërtet. Jo, valla. Bile më kritikon shumë telefon ka. Po shkoj qenë, mi transformim në fytyrë, në trup, jashtëzakonisht sa jemi në sa je plus, një kohë ishin Gjenki utrash, pa të reagu dhe në Instagram. Po, keni kohë që nuk u nisha vetë mirë, jo emocionalisht se isha tipë mirë, se veç hangsha dhe pisha të në kohën, po shtova shumë peshë, së më përqej ke vedja që ashtu, tash janë minus 13 kila. Por fytyrë, i kom shkrike që dhe jerat ma fort. Shumë mirë edhe do më thonë... Po më bënë linda vëllohin kur gjë. Kur qysh, badi ava lindës, nuk po bindet, a për kondës... E para 2 diteve që më qiti me lokalit. Pa nuk të fryta, veç mujnë me të fryti. Mire ka, bravo lindë. Për ndryshe, je me shumë punë, me angazhime dhe të reja, tashmë me biznesin tënë Gjenki. Qysh po ecë? Po jetë shumë mirë, se kom pritë që jetë që ka që mirë, terminet dhe njerëzve që poshtohen me ardhë, nuk e ki idenë sa shumë dashuri po marë, nuk ka gru ose qik që vjen pa dhurat. Okej. Edhe zakonisht ma shumë komplimente po gëzona, edhe kur për ju dalim vetëllat perfekte, po gëzona halja ma shumë. Vetëllat perfekte e kum pa që kështin dorë edhe një pjesë të ftyra publike, normalisht shoqen e zemrës Ilirianën, super prezentueshën, edhe shoqe po ashtu super prezentueshën Djelza Dakën. E kam një pyetje, kush është një fytyrë publike, një femër ekranit, muzikës, që e kështin dorë se ka nevojë pak me përdorjen e Gjenkit? Besoj që tonat ka nevojë për mu, vetullat janë që duken tepër shumë në fytyrë, do të me kohë non-stop të pastër, ta gjdo një djallë, gjdo qik e i pastrën, kështu që tonat janë të mirë se ardhura. Po, mas shumë të që kisha dosht me shtin dorë, është tajna dhe dhurata dora. Tajna dhe dhurata dora. Po kisha pas qapone. Tajna dhe dhurata dora, një ftesë publike me u dok pak të Gjenki. Për ndryshe, jeta private po komentohet shumë, the lumtur, po a jemi të vërtet e lumtur? Jam shumë e lumtur, nuk jam najherë më e vlerësume dhe më e respektume në atë aspekt, kështu që jam shumë happy. Kjo pi bjen që Gjenita është në lidhje? Kohët e fundit jam e rrethume me njerëz veç me dashuri, me energji pozitive, kështu që jam shumë mirë. Krejt thanë... S'kisha mujt me thonë as që jam veç single, as që jam me lidhme. Krejt thanë Gjenita po fejo, qka ndodhë mërë që nuk u boj e fejes? Na shta fejona. Vera s'ka shku halo. Okej, janë edhe një muaj e gjysë. Po pres propozime. A din që është ka me zbulu? Ka me zbulu të këshyrë datat e Adrit edhe Ilirianës, ka me këshyrë. Që ka në ajtë termin kështë të shef, e di që ajtë termin është për ty. Pa tjetër. Oj, Gjenita. Pa tjetër që edhe në fejes edhe në martes, ata dy kanë me marrë pjesë. është diçka e sigur që Gjenita me zgjeru familje mu bonon pa partner, jo. është diçka që e ke komentu shumë pjesën e Gjulit, a? Jam person që të kjo pjesë ndikona tepër shumë, emocionona, kaj zakonisht, po jo, nuk më pëlqen, shpresoj që as mu nuk më bjen pozita me e rrit një fëmi pa prezencën e babës, po femrat që e zgjidhin vetë me ardhë njët një fëmi veç se menojnë që është suksesi i duhur, për mu është shumë gabim. Ka të bëj me egoizëm, është problemi që kam me vetën. Gjulit nuk jemi të hatri zakonisht, po s'po di është një rast ku të ka shkru për shembull, më të thonë pse the ashtu se u bë shumë i madh dhe reagimi jot? Jo, Gjuli s'm ka shkruajt, Gjuli zakonisht më herët më ka shkruajt veç m'ia bo share, çdo reklam që ajo ka bo. Okej. Like the share. Shoqja se kum pas korrë. Që edhe nëse i kam me teatri, edhe nëse si kam me pak rëndësi ka për mua. Shumë e qartë. Mendimin tim s'ma ndryshon. E vërtet, e ki mendimin tonë, bindjen tonë edhe qëndron kjo bindje. Gjenki në ekran, 1 vjet e gjys u bo prej Mazbigut që nuk e mungu, kryesisht në Top Channel, ke mbjetu, e kini farë pauze të shkurtër këto kohë, Vera, çka është problemi? A kena me të pa në Top Channel prap?
Patjetër unë jam hala e punësume aty, kom dash vetë pak pa uzë, për arsye që i kom pas të familje, si kom pas shoqëni në Kosovë, edhe kom dash me e vazhdu pak pushem, po rikthena prapë, aty te shtëpia e dytë. Shtëpia jote e dytë e patën intervistë në Top Arena, që the që kështu me marrë pjesë në ekip gjestit, për shembull një këngë si Katilja që kom përpara. Besoj që jam Katilja vetë. Është po vërre. Katilja vetë me jetës së tij po thua? A ma morë naj telefonata jo? Besoj që konga Katilja është pjesë e një artistit, mu më pëlqejnë shumë sidomos kur përzihen me kongë turq që pa. Janë zemra bre. Kongë vajtuse. Na i ftesë me një videoklip s'mora, a? Videoklipe tjera po. Tjera po, e kuptova, po që aty jo. Jo. Gënjeshtra me madhe që ke lezu për vetën portale këto ko? Qatë shumë, so që s'po di cilën me ta thonë, po zakonisht lajmi më pa lidhje është kur morra motrën në aeroportin e Prishtinës, pata një par pantolle të shkurta të vesh, ja këtu veshë Gjeneta në plazh. Nuk e di që po dufte me mu vesh njëri në aeroport. Kështu që, sidomos ajo gazetë është shkruar non stop keq për mu, po besoj që pronare ka personale me mu. Pronari ka personale me ty, okej, interesant. Pronari ose gazeta në fjalë, a ka gjatë me shkru për Gjenetën e Big Brother VIP prap se prap? Ndoshta. Ndoshta. Do me prit disa vjeta, nështë ta pritja është disa mujore në këtë rast. Besoj që është disa mujore. Vo. Angela Miti ka pelajmin Gjenetën mund të shojmë në Big Brother sërish. Me Loredanën, kapitullin mbyllur, a? Patjetër që po, ati me ka njës vet ajo, edhe kështu që le të përfundon ajo. Unë jam person që te njeh mu pak a shumë edhe njëtën reale, nuk ngjes sene dhe nuk shpiko. Është sen që ajo mi ka thonë vetë mi ka tregu mesazhet, personat e afërt i kanë pa ato mesazhe, po përderisa që janë disa ligje nuk lejohet me u publiku, po mesazhet i ka dërgu vetë ajo që i ka shkruajt me X persone. Edhe ku vrehet konfidenca që kanë me njëri tjetrin. Patjetër kanë lirinë e botës me kon bashk, me bo dhe fëmisët, po jo me dal nga shtëpia jam. E vërtet. Se besoj që s'është e duhura me hangër bok me një tavolinë dhe më çu me bu më sheft. Është një rregull i pashkruar për sa i përket shoqeve dhe raporteve që nuk bën mushkel. Ti s'e shkel po thua? Jo, se kom shkel asnjëherë deri sot. Me cilin ish banor nuk do pije kafe asnjëherë? Biguteman përgjithësi. Përgjithësi, po biguton për me ta jetu pak. Për bigutem me shumë, po s'kisha dosht, nështë ta s'kisha pi kafe edhe me ata që kom nejt mbek shumë edhe ju kom besu edhe kërë më doli ashtë kanë qenë shumë falsa, kështu që e din ato vetë. Personazhi i fundit që i ke bërë blok ose ta ka bërë blok? Kush më bën blok nuk e shoh, po lista me bloku të shumë e mosh nësë të bëni më po. Qa ka një listë bloku ta? Shumë kohë. A ka VIP? Ljot. Pse po shkrujmë pengucin Gjenetën, ha? Nuk kam qef me mgut, se s'kam qef më lidh me ftyra publike. Okej, e qartë. Çka do sakrifikon të Gjeneta për dashurinë? Gjithçka. Vetëm tjetë personi i duhet. Edhe famën edhe jetën publike kështë sakrifiku për dashurinë? Ndoshta, nëse i shkon, besoj që edhe fama edhe jeta publike ka një kohë caktume, nuk është që zgjat gjithmonë. Nëse partneri është fytyrë publike, patjetër që zgjat, po nëse nuk është edhe ki një rahati shpirtërore familjare, pse mos me ndalu. Mjafton me gjetë një person duhet. Thanë që Gjenetës ja bleti kerën i dashuri. A ke një këto nga këto thashë theme që për përflitën? E ku një edhe janë atë shumë kurios kush ma bleti kerën, po rritë e gjenës janë zotit. Mirë shumë. Big Brother VIP Kosova po e nis sezonin e... Falë, se përta në Hiç pa mrak. Unë thonë në Big edhe vazhdoj me thonë që unë i du meshkuj që kanë super prezencë, që nuk folin pa lidhje, nuk bujnë gjeste pa lidhje. O, më ka dojnë TikTok që kjo, no bore kështë thonë. Qëta më ka dojnë TikTok prapë? Vazhdoj me mojtë ato dhe normal që ata persona nuk gjinden. Për këtë sezon të rritë Big Brother VIP Kosovës që nis tashmë sezoni 5, ke pas kritika, duke qenë brenda, që nuk e bojnë shumë, për sa i përket opinion bërjes. Konkretisht, ke pas kritika për sa i përket Leonora Jakupit. A e kështë zëvëndësu? Jo, nuk besoj që jam hala e duhura për qatë vend, do të me pas super
po di që më thonë fjallën e duhur që Përgatitje? Shumë super përgatitje sepse do të më dhonë super mesazhe, jo me gjyku një femën edhe një tjetër me mbrojt. Besoj që aty do të me ka një person i duhur që jep mesazhe tamam që duhet edhe besoj që është Valdiren Mustahiti. E qartë, interesant, e ke thonë konsistente. E kom vazhdoj me thonë edhe është shumë i meqëm sa që mendoj që ai është personi i duhur. Nuk i intereson kush ka famë, nuk i intereson kush ka të fanpage-at që i qelin edhe vetë. Besoj që është personi i duhur, ju persona që ndikohen për pak followers. Gjenet, a jep shanse të dyta në raport të shoqërore? Kur kom dalë pi bigut, çdo personi të kom jep një shansë dytë. Disa prej personave besoj që dhe ata më kanë jep mu, se nështë si më sill mirë me ta mbet, po për çka që u kanë loj, u kanë një garë shumë e fort, po kom jep shansa krejt banorëve, po ata që s'kan ditë me mbrojt, edhe me e vlerësu, normal që për çata që nuk janë pjesë tjetër ta. Ko gjë një shoqëni e mirë, po doket me Dolçën. Çka e bën Dolçën shoqet mirë? Më pëlqen karakteri i Dolçës, nuk i intereson për kërkon tjetër, asnjëherë nuk e shet të fol për dikën, thjesht i këshyr punët e veta, jetën e vetë dhe është shumë pozitive. Unë e bile kom lënë emrin telefon energjia pozitive. Energjia pozitive, gjithkush ka nevojë për energji pozitive. Sa mirë, sa fat me pas dikon të tillë në rreth. Po, në fundit gjithkush zgjedh me jetu jetën ashtu si çdo me. Bukur shumë. Për çka është pishmon Gjeneta më shumë ti? Për shumë sene. Një për tyne? Po, shumë njerëzve ju kom dhënë shansë me fol me mu, me nejt me mu, si mbik, si mas bigut, që sot si kisha bo. Kur jena te bigo, do më thonë, s'po dalim, po më duket që tën jetën nga më. edhe një dy Big Brother au bon Kosovë e Shqipnije, po se prap nuk e di është puna të algoritmi jam, a të kush, po mu Gjeneta m'del, Gjesti m'del, do më thonë drama, ju i sidomos, po sezoni i tretë. Ka momente për shembull që ti kam përmbledh nervozat, ti kam përmbledh ndoshta jo ofendimet, po edhe ofendimet. A je pishmon për ato kur isha jo? Me thonë drejtën, ka njëherë një naket që më kanë qaq e ashpër, po aty mrena shumë situata nuk shihen jashtë, ti përjeton ti vetë mo ke qenë me neve. Ka njëherë një naket që nështë e më kanë shumë ashpër, ka njëherë ka ndodhë për që ata quhet reality show, një reale, sa në që një kumbu aty nuk e në konë absurde, kreti bujnë jashtë, po besoj që kena pas edhe momentet mira dhe momentet këqija dhe për që atë arsye vazhdojnë algoritmi i çdo video së më klikuar. Normal. Prej 3 projekte... Prej vetit, prej zemrës, uroj vetë suksese si në shëndet, në familjen e ti edhe sukseset emocionalqe. Shumë e qartë, amen inshallah, i meriton. Bile, une jam shumë surprituse se i super të gjithë kongë në TikTok. Në është se mirë, kthehet kjo. Jo, se bëj për më mu këthyt, Jetë kthehet. Po, karma. Besoj që e bëj veç pëse në qofse mu më pëlqen një kongë edhe në qofse nuk e du, ose së më pëlqen dikosh, thjesht më pëlqen kongë, unë e qes. Bravo, shumë mirë. Për sa i përket kongëve, 3 projekte, se cili ma i sukses shumë se tjetëri me Adrin edhe me Ilirianën, të cilit janë shpirtit, të cili e gjenë Gjeneta vite mas shumë ti? Të cilën unë realisht e kom di me tanë zemrën është pishman edhe haram. Jënë 2 kongë që unë i kom di realisht me zemrë, jënë 2 kongë që çdo gerëm, çdo fjallë që thuhet që atë, është realisht si mi shkru one. Jënë kanë momente shumë të vështira tjetës temë që atë ditë. Edhe veç veke bashkëpunimi edhe nuk desha qysh me u shprejnë ndryshe. Sikur ai tekst shkruesi se u mora, sikur me full me mu edhe me manin zemrën mrena i shkuj ke tekstet edhe çdo herë i thosha po. Janë shumë suksesshme, po janë edhe kongë shumë të ndihshme. Mu më rësqetin sa e që e një. E vërtet, që është të dokë zëvëndsimi me Santin, le të themi. Shumë mirë, më pëlqej jashtë po, se Santi din mu drivo, në bashkë që është të zdi. Unë e di vesh Adelina Ismaili me imitu. Adelina Ismaili, din me imitu dhe mi ka zisa milion klikime me imitimin Adelina Ismailit. Ka thy rekord aja. Ka thy rekord, është një për videove ma të klikume prej bigut me Samuel Man. Edhe këtë bigun e fundit jenë munu me thy rekordin me video, po s'kam po sukses. Problema? Një gjenke është. Një gjenke është. Për sa i përket projekteve dhe asaj që vjen prej gjenke tash, unë e di që ti në vazhdimsi nuk nalësh, për pos punës këtu, çka presim, shtatori po vjen, unë e di që televizioni s'u një mungon ti.
Jo, vazhdoj me kon televizion, përveç televizionit du me hap për pjesën e vetullave edhe në Shqipërinë Tiranë. Okej, gjen kemi studion Tiranë. Patjetër. Po, kjo është e vërtet. Po. Vetëm për prive. Po, Tirana është një vend ku puna vlerësohet shumë, paguhet, se kështë urxu. Syshi qëta ke që po kalun për të na këshyrë. Patjetër. Edhe ja vlen investime dhe biznesi atje. Po, normal. Faleminderit shumë, kënaqësi tepër e madhe. Alo, zë mësu me 200 kamera në bik edhe alo. Jo më mësu, po Angel, realisht kur vinë edhe të fulin diçka, edhe të komplimentojnë, unë jam një person që veç që shto të i këshyrë, se nuk e di as që shme u shprejnë, që ose i pyet për familjar, nuk e din çfarë lloj emocionesh janë për momentin, që ose i pyet për këtë qoftë nuk di që shme u shprejnë, po veç i përshafoj. Kënaqësi tepër e madhe, nuk kënaqem me ty në 25 pyetje, falenderoj shumë. Vetëm për ndërhyrjet nuk më pyete. Ndërhyrje. Qa ke pjesa ndërhyrje vni me? Çka bën tek bona atë kameti çka ma? Jo, s'm kamet, jo. Gënjema. Edhe diçka paska. Barkun, po mundohem me largu me fitness. Po në qoftë se s'kam sukses, cilin po ka sukses, po mu veç mu ka fiksu me e bo, në shtator besoj që vetëm barku. Veç edhe barku me ta? Po. Të pas me qysh i ke desht? Ka dalë shumë mirë. Ka ndalë shumë mirë, ha? Që ata dhe po grisë po stonet. Kënaqësi tepër e madhe Xhenit, faleminderit shumë për 25 përgjigjet tua, 25 pyetjet tona. Të vlerësoj jashtë mos, dhe t'je din sa të du. Faleminderit shumë.